Unë të jem protagoniste e kështu. Më pëlqeu organizimi i fillimit që ishte vendosja në formacion ushtarak, u duk shumë e zgjedhur nga njerëzit e UÇK-s, por pastaj do doja që t'ishte diçka, të themi, më racionale dhe duke hequr këtë diskursin patetik që neve me sa duket e pas kemi si një lloj mallkimi. Megjithatë e vlerësoj. E vlerësoj sepse shërben në një farë mënyrë edhe për të ngritur moralin e shqiptarëve. E dyta, në kohën kur jemi ka një bjerje të vlerave. Dhe kur ti shikon që një respekt për njerëzit që janë në Hag dhe një përcjellje e dashurisë, miqësisë e shprehur në kryeqytetin e tretë në Tiranë, është diçka e madhe. Është diçka e madhe jo thjesht për njerëzit e Hagës, po për shqiptarët që disa vlera duan të ruajnë. Uroj që politika t'i qëndrojë larg. Me sa duket politika nuk i qëndron larg dhe mundohet që ta tërheqësojë në momentet e saj më të hidhura. Zoti Andoni, para se të mbaj pra kjo protestë, pati disa polemika mes lëvizjeve vendosje dhe kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Apo rrshet ndonjëherë në çështje politike po ky proces? Pse do të thotë shqiptarët sërish polemizojnë për këtë çështje? Sepse janë të paqartë për procesin, sepse janë hipokrit me procesin. Ju e dini që krimi i kësaj gjykate në një farë mënyre i ka protagonist vetë shqiptarët. Është e vërtet që zoti Rama ka insistuar, ashtu si është e vërtet që Kosovës i është bërë presion i jashtëzakonshëm. Është e vërtet që zoti Kurti e ka gjenezën e vet nga një moment me zotin Demaçi që nuk donin firmosjen e Rambujes. Ashtu si është e vërtet që Amerika nëpërmjet përfaqësuesve të saj i ka bërë presion Kosovës për t'i njohur dhomat e specializuara. Dhe në të gjithë të qerthur, neve na duhet solidaritet, ne na duhet njerëz që të njohin të drejtën ndërkombëtare dhe të drejtën juridike. Ne na duhet në këtë moment që të jemi ballhapur dhe në një farë mënyre të shikojmë dhe problemet dhe atë që neve shmangin. Neve dhe Kosova jemi shumë të vegjël, ne dhe të bashkuar me njëri tjetrin jemi të vegjël. Dhe kjo përçarja na bën jashtëzakonisht keq. Ka pasur momente që zoti Rama e ka tepruar, sinqerisht me protagonizmin e tij në Kosovë. Një herë ka mbrojtur vetëvendosjen jashtëzakonisht, duke bërë madje përballës edhe me vetë zotin Thaçi dhe atëherë zotin Mustafa. Dhe është momenti tash që ai është jashtëzakonisht kritik me vetëvendosjen. Ashtu si nga ana tjetër vetëvendosja që nuk njihte simbolikat e Kosovës, ka qenë një forcë e cila duket që ka një kompleks me njerëzit e Hagës.